Atëre, zoti Sylla. Përshëndetje. Ju jeni nënkryetar i organizatës së veteranëve të luftës, organizator njëkohësisht i kësaj proteste që pritet të jetë madhështore ditën e sotme. Kemi parë lumë shqiptarësh që derdhen drejt Tiranës për të mbështetur çlirimtarët. Po, sigurisht, i kena marrë gjitha mosat si organizatë veteranëve të luftës për së bashku edhe më shumë. Shqiptarë këtu nga Tirana, shoqata tjera jo qeveritare, pastaj edhe besoj edhe ishë luftëtarë të shqiptarë të Kosovës nga kjo trevë këtu nga Shqipëria. Mosat janë marrë edhe shumë, kena konfirmime edhe nga Lugina e Preshevës, edhe nga Maqedonia, edhe nga shqiptarët e Malit Zi, e po ashtu nga Mërgata jonë. Do të thotë, nuk di si komenton sheshi gjithë ata njerëz këtu. Prandaj jemi shumë të kënaqur se gjithçka ka shkuar në rregull, sipas parashikimeve tona, vetëm se numri i pjesëmarrësve na ka dalë jashtë parashikimeve. Për një gjatë tillë jemi të kënaqur shumë sepse Tirana sot do flet, se Tirana sot do veshët kuqezi. Edhe nga Tirana sot besojmë që ne kena me dërgu mesazhin ton me të qartë, qoftë edhe të gjithë popullit shqiptar, po edhe të Bashkia Ndërkombëtare që kjo gjykatë nuk ka kredibilitet me vepru, me gjyku, apo me dënu bashkëftarët tonë në emrin tonë, në emrin e popullit tonë. Populli po i thëtë jo kësaj gjykate. Zoti Sylla, ju keni organizuar edhe protestat të tjera, një protestë e jashtëzakonshme në Prishtinë, një tjetër shumë e madhe në Hag, vetëm disa javë më parë, dhe kjo është një tjetër protestë që organizohet në zemër të Tiranës. E keni patur të lehtë? Mas lehti në herë që kemi organizuar një protestë, kjo ka qenë më e lehta, sepse gjitha institucionet shqiptare u vunë në dispozicion edhe të gjitha ato kërkesa, të gjitha ato nevoja që ne kishim në shpejtësinë e erës, morëm përgjigje pozitive nga ato. Bile, kemi pas lehtësira tjera që si kemi kërku fare. Do thotë nuk kemi kërku fare që të largojmë atë taksën rrugore që është atje për tunelin. Po, nuk është paguar taksë sot. Po, veçili shqiptar ka komunikuar me atë kompaninë private, sepse ne u friguam të kërkonim nga kompania private për lirimin nga ajo pagesë. Shteti shqiptar e beri atë pa i thënë hiç. Prandaj ka qenë jashtëzakonshme mbështetja e institucioneve të Shqipërisë për gjë për të cilën i falenderoj përjetësisht. Çfarë pritet të ndodhë sot në orën 17? Çfarë do të ketë ndryshe nga protestat e tjera, asaj në Prishtinë edhe asaj në Hag? Kërkesat e protestës pothuajse janë të njëjta, ne flasim për këtë padrejti që po zhvillohen gjykatën speciale atje. Do të jenë rreth 3-4 fjalime, jo më shumë, do të jenë 2 pika muzikore, nuk do të kemë aktivitet tjetër më gjatë, besoj që për një orë do përmbyllet. Do fillojnë në 15, edhe rreth orës 16 do përmbyllet gjithçka, do shpërndahen protestues të qetë, sepse protesta është paqësore, ashtu që kemi konfirmuar edhe kur e kemi lajmëruar protestën. Do të ketë familjar të zotit Thaçi, po. Po, do të jenë familjarë të gjithë atyre që sot gjykuar atje padrejtisht, bashkëftar shumë themelues të Shtetit Shqiptar të Kosovës, edhe plot njerëz që nuk e kemi idenë se nga do vinë, po kemi marrë konfirmime edhe lajme sot bile nisja që është bërë me autobus nga Kosova, nuk e di a komenton sheshi. Do doja ndonjë element surprizë që nuk e kemi parë në protestat e tjera, pavarësisht se kanë qenë perfekte organizimet. Tirana konsiderohet si zemra e shqiptarisë dhe jam e bindur që ju si organizator, si nënkryetari i organizatës veteranëve të luftës, keni menduar edhe diçka speciale. Jo, diçka më speciale se sa më bashku në Tiranë nuk ka. Këtu gjithçka fillon nga Tirana, ushtria qëndrore e Kosovës ka rrënjet në Tiranë, edhe besojmë që mesazhi më i miri ose britma jonë kundër kësaj padrejësie, jonën më të madhe e ka nga Tirana këtu. Shpresojmë që kena me arrit me dërgu mesazhin atje ku ne kërkojmë, ku ne dëshirojmë. Prandaj surprizë më të mirë nuk ka se sa kur ishte shqiptarët bashkë në kryeqytetin e tyre. Jam e bindur që do të shkojë gjithçka shumë mirë sot. Po, sigurisht. Po, gjithçka janë marrë gjitha masat edhe me policinë e shtetit, po edhe me një organizatorët në nivel të kryerjes detyrës, prandaj gjithçka do shkojë si është më së miri. Faleminderit shumë për këtë lidhje, zoti Sylla. Faleminderit juve, pa juve nuk kish pas me pas madhështinë e vetë protesta jonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ne do ta mbyllim këtu këtë transmetim i cili ka nisur në orën 9 të mëngjesit, bashkë do të jemi sërish nesër.